Tre persona, Allah është hasmi tyre në ditën e llogarisë. Këtë kur ta dëgjani me të vërtetë duhet të ju zgjaj kurreshtja. Kush janë ata njerëz të cilët krijuesi do të jetë hasmi tyre, do të jetë armik i tyre në ditën e llogarisë? Ata persona janë si tregon profeti alayhis salam, që transmeton nga Allah, që Allah thot tre persona unë do të jem hasmi tyre në ditën e llogarisë. Personi i parë është ai i cili është zotuar në emrin tim dhe ka tradhtu. I dytë është ai i cili e ka shit një njeri të lirë dhe ka fituar çmimin prej tij. Dhe i tretë është ai person i cili e ka marrë një punëtor, ai ja ka kryer punën mirë dhe në fund nuk ja ka dhënë rrugën. Pra këta janë ata tre persona cilët Allah do të jetë hasmi tyre në ditën e llogarisë. Çfarë të merre është me kom prej këtyre tre persona. Pra i pari është ai i cili po zotohet, po ja jep besën e Zotit dikujt. Këtë besë kur t'ja jepsh dikujt, ai njihet i qetë i sigurt dhe në fund shkon e tradhton. Kjo është me të vërtetë mjerim dhe është një vepër tepër e ulët, tepër e shëmtuar për këtë arsye Allah do të jetë hasmi tyre. Së i dyti që e shet njeriu në lirë, për shembull siç veprojnë kriminalët që i kidnapojnë njerëz dhe pastaj shesin ata. Kërkojnë tolla që mi kompenzu ata. Edhe këta Allah do të jetë hasmi tyre. Dhe i treti është ai që merr një punëtor dhe në fund nuk ja jep rrugën. Ai punëtori i shkreti shpreson me fitu bukën e gojës prej asaj pune, e kryen punën që çdo në fund nuk ja jep rrugën. Edhe këtij personi Allah do të jetë hasmi i tij.